Mirë, me mua në studio është bashkuar analisti dhe gazetari njohur i zhvillimeve politike, zoti Frok Çupi. Zoti Çupi, mirëmbrëma, kënaqësi që jeni me mua në Tirana Live. Mirëmbrëma, faleminderit. Zoti Çupi, do e nis këtë bisedë me ju me një pyetje të drejtë për drejtë. Çfarë ka penalizuar Partinë Demokratike në këto zgjedhje? Partinë Demokratike ka, si thot populli, ka zënë vetja. Si me thënë, e ka zënë kacolja brenda, thonë njerëzit më në mënyrë. Në fundit, vjen një ditë që paguan. Dhe dëmet që ka shkaktuar Partia Demokratike, Berisha, në këtë vend janë 1 milion herë më voluminoze se sa kjo që ka pësuar. Megjithatë është një ditë e shënuar, jemi ndarë nga një keqe shumë e madhe. Dhe jemi ndarë nga një batak, për të mos thënë nga një krim shtetëror. Partia Demokratike ishte vetëm armë e krimit shtetëror, është e rëndë. Çfarë po ndodh sot? Realisht në zgjedhjet që kaluan para 2 ditësh, ato ishin zgjedhjet më të veçanta, unike për çka ndodhur në Europë dhe në vendet rreth Europës, mendo ende pa përfunduar numërimi me rezultatin që Këshilli i Europës e quajti Mahnitz, ende pa përfunduar e gjithë bota e përparuar uruan Edi Ramën. Kur theme gjithë bota, uruan të djathët, uruan centristët, uruan të majtët, uruan mbretërorët, uruan miqtë më të ngushtë të presidentit amerikan që është një risi tani në botë si politik. Tani kur ti thua këtë, zoti Çupi ndjes që ju ndërpres, ne ndoqëm edhe nga kronika jonë. Pse atëherë Berisha i quan zgjedhjet e vjedhura dhe aq më tepër nga materiali që ne transmetuam, edhe në vitin 2013, kur Berisha ishte në pushtet, i organizonte vetë zgjedhjet. Mund të themi që i kishte të gjitha pushtetet vetë, edhe në atë vit tha se ju vodhën zgjedhjet. Ishte një kohë shumë e gjatë për të njohur, ju desh këtij publiku dhe këtij ligji, madje edhe vetë socialistët për të njohur çfarë është rreziku Berisha. Sigurisht që shpenzuam shumë kohë. Sot këto zgjedhje praktikisht nuk ishin realisht zgjedhje, nuk ishin garë, ishin zgjedhje sigurisht, por nuk ishin garë. Mos harroni një gjë që ishte thjesht një verifikim. Shqiptarët verifikuan që të bëjmë, ku të shkojmë, do të shkojmë në Europë apo do të shkojmë anti-Europë. Sali Berisha ndërtoi një barierë shumë të madhe për të mos e lejuar Shqipërinë për shkuar në Europë dhe angazhoi llumin më të madh të anti-shqiptarizmës, deri edhe silogjat greke përjetësisht të paturshme kundër Shqipërisë. Sali Berisha kishte me vete gjithë njerëzit që kishin qenë pushtet gjatë 30 vjetëve, nuk ishte vetëm Partia Demokratike, kishte gjitha partitë në radhë. Sali Berisha kishte 6 milion, të paktën 6 milion dollar të paguar që e prishi tërësisht ekuilibrin e barazisë në zgjedhje, domethënë ishte superior në pagesa dhe në mashtrim. Më në fund tentoi të turpëroj edhe presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe thotë që e kam me vete këtë. E gjitha kjo farsë e Sali Berishës sigurisht ka për qëllim dhe kishte për qëllim të merrte pushtet për të mbrojtur krimin që ka kryer, për të mbrojtur vetveten, për të mbrojtur vetëm vetveten dhe familjen e tij. Është tragjike saqë është dhe komike. Është tragjike saqë është dhe komike vërtet. Edhe këto ishin zgjedhje të cilat realisht prodhuan një galeri tipash. Një galeri të tërë tipash edhe personazhesh që nga Latifi edhe deri tek Bufi. Zoti Çupi, megjithatë sot Berisha në daljen e tij publike tha se është duke përgatitur një luftë të fuqishme për mbrojtjen e votës dhe pjesë e kësaj lufte, me sa duket që Berisha thot, është edhe protesta e thirrur në 16 maj në ditën e Unionit në Shqipëri. Pse Berisha zgjedh pikërisht këtë ditë kur vinë liderët botror në Tiranë për të protestuar?
Po është segmenti fundit i anti-europianizmit të ti. Do të thotë që ati i thotë mandja se dhe atë ditë mund të ndikoj që Europa të thotë ja, Shqipëria nuk vlen, po është një tjetër realitet, është krejtësisht një tjetër realitet. Shqipëria dhe politika shqiptare, parlamenti shqiptar, aq më pak Europa, nuk ka më nevojë për Berishën dhe Partinë Demokratike. Po nuk ka nevojë fare, le të bëj ç'të doj, çfarë të doj qefi. Të bëj protesta, të bëj zjarre, të bëj furnalta, të bëj barbekü, çfarë të doj qefi. Sepse nuk ka asnjë nevojë. Partia Demokratike ka dalë nga funksioni me atë rezultat që pësoi kësaj ere, jo thjesht vetëm për thellësinë e rezultatit, por edhe për anshmërinë, domethënë për pavlefshmërinë atyre njerëzve që asaj force politike. Nëse Partisë Socialiste, që është maggjoranca, për mendimin tim është maggjoranca qytetare më e ndritur që ka pasur Shqipëria, nëse maggjorancës do t'i duen vota për të ndërtuar ligje të kualitetit të shumicës cilësuar, ka shumicës cilësuar, nëse do t'i dueshin aq vota sa për maggjorancë absolute, përsëri as ka pikën e nevojës për të. Kështu që kjo është arsyeja, domethënë varfëria e tij psikologjike, varfëria morale, varfëria politike, e çon derisa në këtë ditë të bëj këtë gjë. Por një gjë është që fakti që kryeministri i Shqipërisë u urua në mënyrë aq shpërthyese dhe fakti që menjëherë ishte përcaktuar që këtu mbas zgjedhjeve të mblidhet Komiteti i Bashkimit Evropian, do të thotë dhe është krejtësisht e qartë se tani Shqipëria de facto është antare e Bashkimit Evropian. De facto. Mendoni tani çfarë mund të bëjë një politikë zvarranike, e dëmshme, e primitive, demode e Sali Berishës në këtë kualitet të Shqipërisë që realisht është Bashkimi Evropian. Zoti Çupi, do shkojmë në një ndërprerje të shkurtër, do rikthehemi sërish së bashku në studio. Kam edhe 2 pyetje të fundit për ju. Faleminderit. Shkëputje, rikthehemi sërish. Mirë, jemi rikthyer sërish në program, mua në studio është gazetari dhe analisti i njohur i zhvillimeve politike zoti Frog Çupi. Zoti Çupi, dikush me të drejtë do thoshte se pas humbjes drastike që pësoi Partia Demokratike, me çfarë fytyre del akoma Berisha në publik dhe thotë se i vodhën zgjedhjet, kur sot këtë retorik politike të tij duket se nuk e besojnë më as militantët e Partisë Demokratike. Ka 2-3 lloj militantësh, 2-3 rrath militantësh Berisha rreth tij. Rreth i ngushtë alias Noka, Albana, etj, sigurisht që do të luftojnë me heshta, me sfurqe, me etj për ta ruajtur Berishën atje. Është pjesa tjetër pastaj e njerëzve të interesave të vogla që i ka pasur në pushtet dhe cilët vazhdojnë të jenë një lloj mish për top për Berishën. Po është pjesa pastaj e demokratëve të cilët realisht janë të rënuar edhe duke qëndruar gjithmonë në Partinë Demokratike të Sali Berishës, janë të rënuar nga principet, janë të rënuar nga vlerat. Por megjithatë ka një zhurmë shumë të madhe brenda në Partinë Demokratike për një siguri shumë të madhe që tani ne nuk e lëmë atë të jetë atje. Gjë që me siguri do të dështoj. E bëra pa qëllim këtë pyetje, zoti Çupi, pasi mora shkas edhe nga komentet negative që i kanë shkuar Berishës në faqen e tij zyrtare në Facebook nga të gjithë militant, simpatizant që ai ka pasur, ku përveç komenteve negative i kërkojnë që të largohet për t'u lënë vend të rinjve. Besoj se do arrit të largohet Berisha nga PD, pra do hyj në funksion ligji Basha? Shiko, Berisha nuk po të kishte pyetur për ligje, për skrupuj dhe për norma, Partia Demokratike s'do të ishte aty, situata politike e Shqipërisë nuk do kishte kaluar tërë ato siklete shumë të mëdha,
Dhe Berisha ka deklaruar vetë se sa të ketë zot dhe sa të jem gjallë, ligjet nuk funksionojnë për të. As ligjet as institucione, se dorëheqja është institucion, statusi është institucion. Ka dhe një problem gjyqësor, që përderisa statusi është depozituar si vlerë e gjykatës, ajo duhet të zbatohet patjetër dhe të ishte zhveshur Sali Berisha, ligjërisht nga kjo gjë. Dhe Berisha historikisht nuk e ka vlerën e institucionalizimit dhe vlerën e shtetit, dhe vlerën e ligjit. Mos harroni një gjë që Sali Berisha ka kaluar situata tetmerësisht të turpshme, po shumë të turpshme për një burr në Shqipëri, sa kohë ka qenë president dhe sa kohë ka qenë kryeministër, dhe prapë se prapë Sali Berisha është mbyllur 2 muaj në zyrën e tij në presidencë dhe nuk ka dalë dhe në fundit momentin kur e kanë nxjerrë prej andej i rrethuar nga militantët e tij paramilitar dhe jo nga garda e Republikës, kur ka dalë është dashur ndërmarrjeve të pastrimit Tiranës të pastronin presidencën 3 muaj me gjitha ilaqet e pastrimit, sepse atje kanë jetuar 100-200 roje të tij, kanë jetuar natë ditë. Mendoni një burr i pacip, i turpruar për arsye se e kishte rrethuar populli i tij sipas mendjes tij, kishte ardhur Vlora dhe e kishte rrethuar. Dhe tani ju mendoni se më falni që them ju, po domethënë njeriu mendon tani se Sali Berisha do të ketë pak normalitet. E pamundur, po të kishte sa do pak normalitet, nuk do t'i kishte shkuar vendit dhe jetës së vendit deri në atë pikë, deri në atë kock. Nuk do t'a kishte rënuar deri në vrasjen e njeriut, deri në korrupsionin e thellë, deri në luftat civile. Domethënë kjo gjë nuk pritet. Por një gjë është që sigurisht të rrojnë sa malet mediat, por do t'ishte një ditë që të ketë një impakt, ketë një marrëveshje që të mos përmendet më emri i tij. Zoti Çupi, faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit dhe ju.